A kemi ndonjë shembull që ne duhet ta ndjekim në lidhje me diturinë? Shembujt janë shumët. Dhe patjetër në shembull kemi profetët e Zotit gjithësisë. Këta janë maja që ne duhet t'i kemi në jetën tonë t'jen shembull që ne duhet t'i ndjekim. Për shembull, njëri prej 5 profetëve më të zgjedhur është Musaja alayhis salam. Njëherë ishte Musaja alayhis salam duke ju mbajt pra ligjërat Beni Israilve. Ngrihet njëri dhe i thot një pyetje. Pra, kush është njeriu më i ditur? Musaja alayhis salam, imagjinoje ti personi që ka fol drejt për drejt me Zotin e gjithësisë, pa ndërmjetës. Po ashtu ishte mësuesi i Ben Israilve, profeti i Zotit gjithësisë, njëri ndër profetët më të zgjedhur, dhe tha, unë tha. I vjen shpallja se ishte dikush tjetër më i ditur se ai. Çfarë bëri Musaja alayhis salam? Bismillah. Kërkoj pra që të mësonte prej tij. I kërkoj atij, pra siç e përmend Zoti në surën Kahf, që të më mësosh mu nga ajo që të është mësuar ty, atij personit. Dhe në fund ai thotë që ti ndoshta nuk do të rezistosh, nuk do të kesh durim pra ke kjo. Se te gjidoni inshallah sabira. Thotë do të ngjesh mu inshallah durimtar. Ju përvesh dijes, Musaja alayhis salam. Edhe kush ishte Musaja alayhis salam? Kështu që ne, si besimtar, duhet, pra nuk dim. Elhamdulillah, xhamiat tona, pra lulëzojnë me mësime. Me shku me mësu. Për shembull tregtari. Ai nevojitet tregtari që me ditë çfarë është halal dhe çfarë është harami. Këto gjëra duhet me i mësu. Ose për shembull të rit. Pra me u angazhu me pas program me mësu. Vazhdimisht me qenë në kërkim. Gjithmonë besimtari me qenë në kërkim. Dhe subhanallah, Imam Shafiu është njëri prej imamlarëve. Zoti e mëshiroft, çfarë thot? Thot kërkimi i diturisë është më i mirë thot se namazi nafile. Dhe nuk ka diçka më të mirë thot mbas zbatimit të urdhrave të Zotit gjithësisë se sa kërkimi i diturisë. Kush nuk e do diturinë thot nuk ka hajër në to. Këtë njeri thot mos e merr as për shok. Ndërsa El-Fudail ibn Iyad thot pra mirësia më e madhe që Zoti i ka thonë pra disa njerëzve është pejgamberllëku. Pra i ka përzgjedhë, i ka bëu pejgamber. Pas saj thot vjen dituria dhe kuptimi i fesë. Kështu që këta njerëz, të cilës ju përveshën pra, qoftë Musaja alayhis salam, qofshin këta dietar, për shembull Imam Taberiu, është njëri pra imami të thuash i shpjeguesve të Kuranit. Ky Imam Taberiu thotë ka mësu Kuranin përmendesh në moshën 7 vjeçare. Kam dalë thot me pri imam në moshën 8 vjeçare. Këta duhet me qenë shembull për ne. Po ashtu Imam Shafiu, pra qysh i vogël hafiz Kurani, përmendesh. Dhe njerëz pra kolos, këta duhet me qenë shembull për ne si musliman. Me ju përvesh, me ul, me mësu, me lexu, me pas program, vazhdimisht. Dhe ne tani jemi në fillim të shkollës, sezonit pra. Që njeriu duhet me i sistemu gjonat. Pushoj gjatë verës, tani bismillah program, un kam kaq faqe për të lexuar gjatë ditës, kaq faqe për të mësuar. Kaq thjeshta Kurani do të mësoj çdo ditë. Këtë javë un duhet të kem pra çdo javë gjatë gjithë semestrit parë për shembull të shkollës, do të kem një mësim, 2 mësime në javë, 2 ligjërata në javë, për shembull në xhami do të shkoj ti dëgjoj. E kjo inshallah e bën njeriu që të shtoj diturit dhe normal ta njoh fen. E kjo do t'i bëj dobi pra jetën e tij.